Zoti Qafoku, Andrea, do më lejosh të them 2 fjalë për ndarje nga jeta sot të Servet Pllumit, nëse mundesh? Po, pak më herët, në gjatë kohës që ne ishim transmetim, zoti Servet Pllumi ndroi jetë dhe është një humbje shumë e madhe për Partinë Socialiste dhe për të gjithë ata që e kanë njohur dhe sigurisht kontributeve që ka dhënë për. Nga që e kam njohur personalisht dhe kam intervistuar disa herë, duhet të thoshe 2 fjalë, nëse më lejon se ajo është në dorën tënde. Pa diskutimi ishte një lloj patriarku i Partisë Socialiste, nga themelues të Partisë Socialiste dhe mbahet mend për një figurë jo thjesht qendrore e kësaj partie, por edhe për ideologjinë e të majtës në Shqipëri, progresiste sigurisht, dhe ishte nga ata që edhe pse ishte pjesë e Partisë Komuniste, Partisë Punës në regjimin komunist, diti dhe të afroi edhe rreth vetës së tij, intelektual, me bindje të majta dhe këtë sigurisht e zhvilloi në një politikë pa diskutim moderne. Do shtoja diçka tjetër, ai mbahet mend për teorinë e tij që në Shqipëri ka ngjallur shumë diskutime, atë të Katovicës dhe Servet Pllumbi, profesori siç e thrisim ne të gjithë, ishte mbështetësi i teorisë që në Shqipëri mbas vitit 1990 është zbatuar teoria e Katovicës. E them këtë sepse ati i shkonte dhe i ngjiste kjo, ka shumë debate që thonë që jo, nuk ka funksionuar Katovica. Tani kur e thoshte një personalitet me përmasat dhe profilin e lartë të zotit Pllumbi që kishte jetuar dhe gjatë regjimit komunist dhe kishte qenë pjesë edhe e ndrrimit të atij regjimi duke mbështetur sigurisht të majtën, unë besoj që ajo teori dhe ajo që ai artikulonte, unë them që ishte saktë. Gjithashtu do mbahet mend edhe si një drejtues model i parlamentit. I kryetarit parlamentit ka hyrë në historinë me shumë seriozitet dhe shumë integritet. Tani vim te kjo e zotit Mziu. Zoti Mziu, ju e dini, unë futem të ata njerëz që ty të vlerësoj sepse ti je i votuar dhe s'ka nevojë ta diskutojmë se sa vota merr Xhelan Mziu. Edhe në çdo garë që ke bërë në Partinë Demokratike e dim. Tani, Partia Socialiste se këtë i kërkoj përsëri ndjesë Andrea, se ne kur flasim, sot përflasim për Partinë Demokratike. Nëse ne bëjmë një vërejtje për Partinë Demokratike, nuk do të thotë që ne jemi me Partinë Socialiste. Po sot nuk po diskutojmë për Partinë Socialiste. Nëse do më lejoni me lejen edhe të drejtuesit, vetëm një gjë po them. Po bëjmë me zotin Qafoku në disa studio që shkojmë dhe sa herë rendi i ditës është për diskutuar për Partinë Demokratike. Dhe unë një pyetje po të bëj se sepse edhe ju jeni drejtues emisionesh, keni qenë, dhe ju jeni gazetar. Kur ndonjëherë gazetarët si ti apo mediat do të marrin në shqyrtim, po themi dhe Partinë Socialiste, e cila nuk bën zgjedhje ka më shumë se sa 15 vite, kur do të bëhet, një sekond, kur do të bëhet debat, po themi raporti skandalos që është prodhuar sot, po pra, unë se kisha me Andrea. Jo, emisione ka Andrea. Unë të mora referencë ty, sepse në disa media unë dhe ti kemi qenë për balë, duke diskutuar për përdor. Kur do të vi momenti që diskutohet për mazhorancën që e ka katandisur Shqipërinë, keq e më keq, dhe mjafton me dhe më raporti i dalur për vitin 2025. Pikrisht për këtë, dhe ju vetë më nxitët në këtë drejtim, sepse ju thoni, ne do të përqendrohemi vetëm te Partia Demokratike. Kush e vendosim ne? Jo, temën e vendosim ne. Jo, temën e vendos Andrea. Ore, Andrea vendos, sepse ne mund me do... A do merremi ndonjë moment? Tema nuk dalin dot. A do të merremi ne me Shqipërinë? Flasim për temën? Do merremi me Shqipërinë? Unë them Shqipëria më e madhe se sa Partia Demokratike dhe shumë më e madhe se sa Partia Socialiste. Dhe sot Shqipëria është situatë kritike edhe për shkak të atij raporti që ka dalur. Do diskutojmë edhe për atë çështje. Ajo është thelbësore. Pikërisht se kam të drejtë, po kërkoj edhe nga ti të ushtrohet debati aty ku është, po themi, si po i kanalizojnë këto çështje? Tani, lista e të përjashtuarve në Partinë Demokratike është aq e gjatë, Andrea. Me konflikt, me ke me Partinë Socialiste, ke me Spiro Palin, ke me këto. Kush është ai që është përjashtuar nga Partia Demokratike? Më thuaj një person. Po që të them që të neri të ceka, se ne dy jemi të lash tani, po si po, a e ka luksin Partia Demokratike? Shiko tani do t'jap një shifër, Andrea, që bëra një kërkim, Andrea. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka 43 deputet. 50 bashkë me 7 që janë të partive tjera të aleate. Mosha mesatare, Andrea, e grupi parlamentar Partisë Demokratike është 51.5 vjeç.
Mosha mesatare. Është domethënie kjo. I donë si Zecineja. Një sekond. Mosha mesatare e grupit parlamentar Partisë Socialiste është 46.7. Unë prisja ose pritshmëria ishte që Partia Demokratike kishte grupin parlamentar të mosh shumë të vogël se sa Partia Socialiste. Unë thosha pleqët e politikës do të ishin PS, sa ata janë pushtet, rrinë atje. Qafogu si një gazetar, si gazetar dhe pak si edhe nga krahu i majt. Po më gjete emrat e ministrave të qeverisë Rama. Nuk njomo. Tani jemi në ditë. Do të thonë, qasja juaj është për të zgjedhur persona anonim. Në parlament, si që janë Saramila apo Zecineja, dhe ndërkohë për të nxjerrur, për të zgjedhur ministra që ti flas për prapavin. Dhe po më gjete emrat 50% ministra, po më gjete emrat e 50% ministrave, atë do t'jap drejt. Ti po merresh me teza të cilët nuk kanë argument. Dhe unë po them, teza ju i bie poshtë, sepse personat janë anonim, janë thjesht veglat bindura të kryeministrit apo inicimet grupeve kriminale të cilët thot përfaqësuesi im në parlament do të jetë ky personi anonim, por dhe ministër. Ta mbaroj këtë? Studimi e zoti Qafoku. Isha duke thënë për ta mbyllur, isha duke thënë që Partia Demokratike jo vetëm nuk e ka luksin Andrea që të përjashtoj, por nuk po bën as rinovimin e saj. Një nga premtimet e mëdha të foltores të aksionit politik që besoj shumica jo e Partisë Demokratike, por shumica e shqiptarëve mbështetën, ishte pikërisht rinovimi i Partisë Demokratike. Dhe rinovimu them që për shembull zonja këtu ishte deputete për shembull. Ishte kandidate, fituan pleqët e Partisë Demokratike. Mosha mesatare, nuk e thash kot këtë. Mosha mesatare gjithmonë rritet dhe të rinjtë atje nuk janë pjesë e vendimarrjes. Tjetër. Quhen pleqët e PD-s, zoti Qafoku. Do të bëj emrat me vitlindje. Po që nga zoti Berisha që është 82 vjeç, që nga Tritan Sheu me gjithë respektin për gjithçka çfarë kanë dhënë, që 77 vjeç sa është datë lidhje 49, etj, dhe plot të tjerë atje. Nuk e ka Qafoku pse nuk ikti nga këto audiencat nëpër televizor, sepse ka çuna trisa të duash që mund ta luajnë rolin më mirë se sa ti. Nuk më votoni gazetar. Unë them, mua më shikojnë ose më shikojnë. Kush ka përcaktuar? Tregu ka përcaktuar për të ndajur këtu, apo ke futur mik, apo nuk ju lën hapësirë të rinjve. Jo, s'ka lidhje. Ti i votuar, unë jam i votuar. Xhelan, lutem. Edhe një ti rrin treg se ke një audiencë, nuk mund të vinë dikush që nuk e voton njëri mua Xhelan. Që po bën një autogol, Autogoli është ky dhe sot që ke dalë kategorinë e dytë fare Xhelan. Sot që i pa zhurnuar. Lexo raportin e 2025 për Shqipërinë, që është raporti më i keq në 35 vite. Kur të flasim për raportin do ta Faleminderit. Faleminderit. Në fakt kisha